Policia kufitare e Kakavijës ka njoftuar qytetarët për një bllokim të aksit rrugor Kakavija-Nin si pasojë e një proteste që do të zhvillohet nga fermerët në zonën e kryqëzimit në fshatin Kallpaq. Sipas informacioneve të marra nga policia kufitare greke, protesta ka nisur në orën 12:30 me orën lokale greke dhe do të zgjasë deri në një njoftim të dytë. Autoritetet bëjnë me dije se gjatë bllokimit të rrugës, qarkullimi i automjeteve do të jetë i kufizuar, duke lejuar vetëm lëvizjen e mjeteve që kanë emergjenca shëndetësore. Policia kufitare Kakavi ka apeluar për mirë kuptim qytetarëve dhe ka sugjeruar që udhëtimet me automjete të planifikohen në orare të tjera të ditës për të shmangur vonesat dhe pengesat në trafikun kufitar. Ky paralajmërim vjen në kuadër të bashkëpunimit përforcues mes autoriteteve shqiptare dhe atyre greke për menaxhimin e situatave emergjente për sigurinë e udhëtarëve. Policia kufitare Kakavi thekson se qëllimi kryesor është garantimi i qarkullimit të mjeteve të nevojshme dhe shmangja e çdo rreziku për qytetarët gjatë protestës. Fermerët që kanë organizuar protestën kërkojnë të tërheqin vëmendjen mbi çështje të rëndësishme në sektorin bujqësor, ndërsa autoritetet po monitorojnë situatën dhe do të informojnë publikun për çdo zhvillim të mëtejshëm. Qytetarët dhe udhëtarët këshillohet të qëndrojnë të informuar për situatën dhe të respektojnë sinjalistikën e policisë gjatë kalimit në këtë zonë.